أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريمة الأذريمة إتاكوين بتم الله عز وجل. صلوات والسلامات يدرغ محمد عليه الصلاة والسلام. Paqja dhe mëshira Zotit Xhellahu Ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në ligjëratën e radhës tek ligjëratat e syfyrit, konkretisht në meditimin e surës An-Nazi'at, ku jemi duke shkoqit mësime dhe porosi nga meditimi i kësaj sure, e cila sure është e stërmbushur me mësime dhe porosi. Kjo është ligjërata e fundit sa i përket meditimet të kësaj sure, për të kaluar pastaj te sureja para saj, sureja Naba, me të cilën sure fillon gjuzi i 30, apo sure që njihet edhe Amma Yatasaalun. Sureja në fjalë An-Nazi'at na mëson që vetëm Allahu Azza wa Jall i lejohet që të betohet në krijesat e tij, qoftë në hanën, qoftë në diellin, qoftë në melaiket, ndërsa krijesave nuk i lejohet me u betu në asgjë tjetër posa në Allahun Azza wa Jall. Për shembull, krijesave nuk i lejohet me u betu dhe me thonë pasha ket dritë, pasha fëmija, pasha ket bukë, pasha ket ujë, pasha tokën, pasha qiejt, pasha qabër edhe kështu me radhë. Pra nuk i lejohet krijesave me u betu në gjëra të tilla, nga se betimi është ibadet. E nuk bëhet ibadeti për asnjë tjetër posa për Allahun Azza wa Jall. Po edhe me shpeshtu dhe me bo shprehi, mu betu për Allahun nuk është mirë. Ani pse lejohet? Nga se emri i Allahut dhe betimi në Allahun është diçka madhore. Dhe mu betu për sene thjeshta, do thotë vazhdimisht pasha Allahun, nuk është një gjë, do thotë e tillë e hishme. Andaj ndalohet betimi në krijesa dhe në gjërat e tjera që Allahu Azza wa Jalla ka kriju. Njëri prej jahudive ka dëgjuar dikën prej sahabëve që Rishtazi ka hyrë në Islam dhe është betu pasha Qabën. Ai tha ke gabu, por betov dhe thuaj pasha Zotin e kësaj Qabe apo pasha Zotin e Qabës. Ata kanë qenë ndoshta jahudi apo dhe krishterë, por që kanë pas njohuri për fen e Zotit Xhellahu Ala. Gjithashtu, prej dovive të cilat i kanë nxjerr ulemaja nga sura An-Nazi'at, është se Allahu Azza wa Jall ka treguar rrëfimet të disa pejgamberëve në këtë sure, ndoshta vetëm kalimthi që të jenë këto të cekje dhe rrëfime thjesht mësime dhe ngushëllime për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Kjo sure mëson që të gjitha këto gjëra që i ka krijuar Allahu Azza wa Jall na japi me kuptu se është një krijues suprem subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu sura An-Nazi'at tregon që Allahu Azza wa Jall ka përgatit për ata që i nështron Zotit, thotë xhenete, në të cilën rrjedhë lumej, ndërsa për ata që nuk i nështron Allahu Azza wa Jall dënime nga më të ndryshmet. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall i ka bërë me dije krijesave që ndodhin e kiametit nuk e din askush posa Allahu Azza wa Jall. As nuk e din melekët, as nuk e din, do thot pejgambert, por ajo është sekret që është në dijen e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në këtë sure e cek një realitet që sado që zgjatet jetën këtë dunja, megjithatë është shumë e shkurtër, do thot kur krahasohet me ahiretin apo thën shkurt, nuk krahasohet fare. Llogaritet që kurse vetëm gjysmë dita apo vetëm një ditë nga jeta e botës tjetër. Andaj, muslimani nuk mashtrohet me atë që është shkurt, por synata që është afatgjatë atë që ka fillim dhe nuk ka mbarim. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall cek, thot begatit, se begati apo disa prej tyre ka dhënë njeriu, nga se të gjitha ato i kanë nga Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu me një mallësia të cilën e cek Allahu Azza wa Jall në këtë sure, po edhe në tjerë Kur'an është, ka thënë ulemaja, do të është zakonisht sifat i kufarëve dhe i dhujtarëve. Kjo sure njëkohësisht na mëson, ka thënë ulemaja, pohimin
e dëshirës për të vepruar, do thot nga ana e njeriu. Dhe ky veprim ose sjell ndëshkim ose sjell, do thot dënim. Pra njeriu është i lirë me vepru, nga sa Allahu azza wa jall i ka sqaruar çdo gjë njeriu. E pastaj normalisht vjen momenti dhe çasti që për këtë veprim kuptohet ka më vonë llogari për Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall në këtë sure pohon edhe do të ekzistimin e melekëve, sa ato janë krijesa të Zotit xhallahu ala dhe do thotë janë krijesa të cilat do të e dëgjojnë Allahun azza wa jall, i nështrojnë atij subhanahu wa taala dhe nuk e kundërshtojnë asnjëherë urdhrin e Allahut azza wa jall. Prej dobive që i kanë nxjerrur ulemoja gjithashtu është se kjo sure na mëson që do të ka dy fryrë të surit. Do thotë fryrja e parë dhe fryrja e dytë. Allahu azza wa jall tregon se ndodhia e kiametit nuk është diçka e thjeshtë, por është diçka, do thotë, madhështore. Dhe normalisht kjo nuk do ndodh vetëm se mbi krijesat e këqija, apo thënë shkurt mbi krijesat më të këqija që ndonjëherë kanë shkel në këtë rregull të kësor. Andaj tha pejgamberi sa me hadithin e Abdullah ibn Amr ibn Asit, që ka shënuar Muslimi, la taqumu as-sa'atu illa ala shirar al-khalq, hum sharru min ahli al-jahiliyya. Thot pejgamberi sallam, nuk do të ndodh kiameti vetë do të ndodh thot mbi njerëzit më të këqij që ndonjëherë do të kanë qenë, do thot apo kanë shkel në tokë, saqë janë ata më të këqij se sa do thot edhe njerëzit e ignorancës dhe njerëzit e jahilietit. Gjithashtu Allahu azza wa jall tregon në këtë sure se frika brendshme shfaq ankth, edhe shfaq do thot ndryshim të gjendjes së fizionomisë të njeriu. Andaj nëse posëdon njeriu frikë të brendshme, e shfaqet shpeshherë në të jashtëmen. Gjithashtu Allahu azza wa jall cek, do thot në këtë sure, do thot edhe pishmallëkun e idhujtarëve. Do thot se pse nuk e kanë besuar Allahun azza wa jall, por normalisht një pishmallëk i tillë, atë nuk u bën as pak dobi, por vetëm u ashton, do thot hidhrimin. Allahu azza wa jall edhe këtë sure, po edhe sure tjera në Kur'an, shpesh e cek edhe rrëfimin e Musait alayhis salam. Dhe cekja e këtij rrëfimi shpesh në Kur'an e me kuptuar që kësaj historie do të t'i kushtoj momentin dhe rëndësitë e veçantë. Ka sa Allah nuk cek diçka që nuk ka vlerë dhe rëndësitë e veçantë. Gjithashtu pohohet në këtë sure do thotë cilësia e të folur të Allahut azza wa jall, sa Allahu flet, ka fol dhe mundet me fol kur duhet xhella wala. Nga se i ka fol Musa alayhis salam, i ka fol edhe pejgamberët e tjerë. Allahu azza wa jall cek këtë sure dhe vlerën e Musa alayhis salam, që quhet si do thotë kelimullah, ai cili i ka fol Allahu azza wa jall çish duke qenë në dunja. Do thotë pastaj vlera e luginës, do thotë wadi tua dhe veçantia e kësaj do thotë lugine që ka cek Allahu azza wa jall. Gjithashtu Allahu azza wa jall cek do thotë se duhet me pas do thotë urtësi dhe butësi në davet, nga se esenca e davetit është që me i lirësu njerëzit nga gjërat e këqija dhe me i mbush ata me gjëra të mira. Gjithashtu prej dobive ka thonë ulemoja është do të kufri i madh, nga kufrat më të mëdha që ka bëu Firauni dhe këmbgulja e tij në kufur, do të aludon se njeriu është përcaktuar për xhehenem botën tjetër. Allahu azza wa jall do thotë e lën zullumçarin, mirë po kur ta dënoje nuk ka kohë të mbath. Inna akhadhahu alimun shadid. Dënimi i Allahut është shumë i dëmshëm. Allahu e lën zullumçarin, e afatizon, ka thënë pejgamberi derisa kur ta kapë nuk ka të mbar. Gjithashtu Allahu azza wa jall tregon në këtë sure që gjërat që i ka cek Zoti ndodhit, raste që ka mbet trupi i Firaunit, do thotë janë gjëra që nuk duhet vetëm mu cek si histori, po thjesht janë gjëra të cilat duhet medituar atyre, nga sa ato kanë mësime dhe porosi. Gjithashtu Allahu azza wa jall ka treguar në këtë sure që njëri nuk duhet me lënë këshillën, por normalisht duhet me ditë si me dhon këshillën, nga se këshilla, kanë thonë ulemoja, është ajo e cila do thotë mbjell frikë respekt të krijesave ndaj Allahut azza wa jall. Gjithashtu prej gjërave që do thotë i ka cek Allahu azza wa jall dhe ne ka mësuar neve është që muslimani do thotë beson fuqishëm se Allahu ka më ringjall krijesat, dhe ata të cilët nuk besojnë duhet me logjikuse do thotë çfarë ka kriju Zoti, do thotë prej qiellit dhe tokës,
do thotë për njerëzit normal, për njeriu apo për krimin e njeriu është diçka shumë e thjeshtë. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ne ka mësuar që duhet me mësu njerëzit me gradualitet. Për asaj që është më e lehtë deri tek ajo që do të mund të llogaritë për dikën e vështirë. Apo për asaj që është parsure, edhe për të shkruar e tjetra, do thotë që është më e lehtë se ajo. Pastaj Allahu Azza wa Jall tregon që në këtë sure që gjërat në parim normalisht janë halal. E kur buan haram dhe do thotë si ndodh me bu haram, buan haram asaj do thotë kur vijnë argumente, do thotë dhe argumentojnë se filan vepra dhe filan puna janë të ndaluara nga Allahu Azza wa Jalla apo i dërguari i tij. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka cek emrat e ditës së Kiametit, edhe këtë sure po dhe sure tjera, për të treguar madhështinë e saj, për të treguar do thotë shumëllshmërinë e emrave të ditës së gjykimit, dhe për të treguar që është një ditë e veçantë, nuk është ditë e zakonshme nga ditët të cilat do thotë i jetojnë njerëzit dhe i numërojnë njerëzit. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall e mërtoj, do thotë hallaka më madhe e mërtoj ditën e gjykimit për të treguar që është për një llahtarie madhe, ndodhin gjëra të çuditshme, të vështira, nga të cilat gjëra njerëzit, do thotë njerëzit u bie të fikt nga tmerri i madh i asaj dite. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall e cekëri ngjalljen dhe ditën e gjykimit për të treguar njeriu se do thotë ka do të jetë rrugtimi, do thotë nesër te Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu në këtë sure Allahu na tregon se ekziston xheneti dhe xhenemi, dhe se normalisht muslimanët besojnë gjë të tillë. Xheneti dhe xhenemi tashmë janë të krijuar, dhe normalisht Allahu e ka krijuar xhenetin, do thotë që tregon se e ka mëshirën e madhe dhe i fut ata që i nështon atin xhenet. E ka krijuar xhenemin për të dënuar ata që kanë qenë të rebeluar kërkë Zotit në dunjë. Pra Allahu edhe ka mëshirë të madhe, ama edhe dënon. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Zoti jot Muhammed ka mëshirë të madhe, falje të madhe, po edhe ka dënim të dhëmshëm, tha Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu i pohon, thotë se robi thotë ka vigjilencë, ka dije në fushëveprim. Në rregull është Allahu Azza wa Jall edhe para se me kriju ty dhe Musa çfarë kemi vepruar, çfarë kemi me bëu, por Allahu nuk na ka detyruar me bëu keq. As nuk na ka detyruar me bëu mirë. Ka treguar çfarë është e keqe, çfarë është e mirë, dhe na ka dhënë neve, do thotë vetdije për ta ndjek, do thotë për ta dalluar të mirën nga e keqja. Wa qul al-haqqu min rabbikum. Thuaj se vërtet është nga Zoti juaj, erdhi. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kush do me besu, le të besojë, kush do me mohu, le të mohoje. Gjithashtu shiu qartë dhe drejtësia absolute e Allahut, ose se Allahu nuk i bën, do thotë padrejtësi askujt. Shiu qartë në këtë sure dhe vlera e përpjekjes për ta luftuar nefsin, për të bërë punë të mira, dhe vlera e frikës edhe frikë respektin ndaj Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu kurreshja e njerëzve, shifet e njerëzve, që njerëzit honedon kanë qenë kurreshtar për njohurit rreth kësaj dite. Për shkak se është ditë e frikshme dhe zgjon interes tek logjikat e njerëzve. Gjithashtu Allahu ka treguar që prej çështjeve që Allahu ka lënë sekret dhe nuk e din askush ato, është edhe çështja e Kiametit. Ato e din vetëm Allahu Azza dhe askush tjetër. Gjithashtu Allahu Azza ka dashur me na treguar në këtë sure thjesht atë esencën që nëse dëshiron një mend me krahasu dunjon me ahiretin, atë dunja bie poshtë. Atëherë e humb dunjoja vlerën, dhe do të kërshi ahiretit. Andaj, a e vlen të garosh, a e vlen të sakrifikosh ekstrem shumë për diçka që nuk ka vlerë, kundrejt asaj që ka vlerë gjithmonë nuk ka. Nuk ja vlen. Andaj duhet të garosh, të sakrifikosh për atë që ka vlerë, dhe vlera asaj, dhe thot, vetëm se fillon edhe shtohet. Nërsa në këtë dunjo, vetëm se fillon nëse ka pak vlerë, me i ra vlera e saj. Allah na mësof me i kuptu drejt këto ajete, këto sure, të jetësojmë në jetën tonë, të meditojmë, të nxjerrim me porosinë dhe mësime, për të vazhduar në ligjëratën e ardhshme inshallah në surën Naba. Elo Zotin Allah që Allahu të ruaj kudo qeni, të aproni ibadetet në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Zotit dhe mësmiri, walhamdulillahi rabbil alamin.